Në edicionin e sotëm të nderuar dëgjues do të flasim për ndjenjat, sakrificat dhe vuajtjet e gruas shqiptare. Gjithashtu do të flasim edhe për një libër që së fundmi është botuar, bëhet fjalë për librin Persefonia me autore zonjën Fitnete Ramaj Mujaj, e që ky libër realisht është një homazh për gruan shqiptare apo për nënën shqiptare dhe për sakrificën e saj të pafundme për ta mbajtur gjallë familjen dhe traditën. Zonjën Fitnete tashmë vetëm e kam në studio dhe do t'i uroj mirëseardhje, por juve ju ftoj të jeni me neve, të mos ndroni frekuencë, sepse nga biseda që do të bëjmë, do të merrni mesazhe mjaft të fuqishme se si me sakrificë dhe me përpjekje mund të arrihet gjithçka. Për më tepër, na dëgjoni. Zonja Fitnete, faleminderit që ndat kohën të jeni me dëgjuesit e emisionit për një botë më të mirë dhe që keni pranuar ftesën të ndani përvojat dhe kujtimet e tuaja jetësore me neve. Faleminderit Lume, faleminderit për hapësirën që ma ke dhënë. Jam shumë e privilegjume që bëj pjesë në emisionin tonë, jo pse jam për shembull një poete e re, por arsyeja është se ti ke dhënë më të mirën në rrugtimin tonë. Faleminderit shumë për vlerësimin. Juve jeni profesoresh e gjuhës angleze, por para se të fillojmë bisedën edhe të flasim për përpjekjet tuaja për të arritur gjitha këto suksese që normalisht nuk e keni pas rrugtimin shumë të lehtë, a mund të na njoftoni me fjalë të shkurtra se kush është Fitnete Ramaj Mujaj? Fitnete Ramaj Mujaj është një nanë e 3 fëmijëve, është një mësimdhënëse e gjuhës angleze, e lindur në Istog, kam lindur në Istog, jam rritur, kam kry shkollën fillore të mesmen, por kur erdhi koha të studimet, ngeca. Arsyeja është që gjanat politike që kanë rrjedh me mbylljen e shkollave e universiteteve dhe mbeten thuja ëndrat në gjysmë. Kur jemi tani tek përfundimi i shkollës së mesme, juve vendoset që të martoheshit. Tani, ky vendimi për martesën ishte një dorëzim përballë rrethanave apo e bët sepse duhej ta bënit? Lume, në atë kohë, të them të drejtën ishim dorëzim, por mbas martese e parë se ishte bekim. Pse po thëm bekim? Bekim se gjeta një familje shumë të mirë, një familje që e kuptuan një vajzë, e kuptuan botën e saj, ëndrat e saj dhe ishte mbështetja më e fuqishme për mua. Tani të flasim për një botë më të thellë, sakrifica, vuajtjet, përpjekjet, ndjenjat tuaja. Siç kemi biseduar, më keni treguar se normalisht ndruat familje, gjetët një familje krejt të re, madje juve me shumë përkushtim dhe me ëmbëlsi flisni për prindërit e bashkëshortit tuaj. Pse ishin këta njerëz të rëndësishëm për juve? Aq më tepër kur sot gjërat në këtë drejtim janë krejt ndryshe, po dallojnë nga ajo që juve më keni thënë, edhe që normalisht kur të flasim më poshtë, do të flasim edhe për librin tuaj edhe për shumë gjëra që nuk keni lënë as në libër të ju ik ndihmesa e nënës së bashkëshortit tuaj. Lume, po flas fjalë të mira, ndoshta për dikë do duket çudi kjo gjë, po unë po flas për ta sepse aty kum gjetë mirëkuptimin dhe respektin.
kur gjen mirë kuptimin dhe respektin familjen e re, aty ndihesh edhe i lirë, ndihesh edhe e qetë. Merrem me mend më kujtohet momenti kur ishin ditët e para të martesës edhe mua me zuri gjumi. Edhe kur më ka rënë mend se jom martu, thash o që po ndodh, edhe jom qu vrap, edhe kom dalë si në kërkim falje vjerës. Edhe ajo po citoj fjalët e saj, ma aq dashuri që me tha, Fitnete ti je në shpitande, ti duhet ti je lirë, kur dush mu qu, kur dush më ra, kur dush gjitha kjo shtëpia jote. Aty e kum vërejt se nuk është ajo si e flisnin njerëzit. Nuk është ajo si e flisnin njerëzit se ka shtëpia jote e gjana aty ku ki mur kuptim, ku ki respekt, kur ki dashuri me njëri tjetrin. E prej asaj dite une ndryshova pikpamjet, ndaj jetës pikpamjet, ndaj vjerës pikpamjet, ndaj familjes së re, që ndryshe fliten, ndryshe janë në realitet. Po. Nga ana tjetër, ata juve ju mbështetën në realizimin e ëndrave tuaja. Prap po kthehemi tek martesa e hershme që e thatë se ishte një dorëzim. Në ç'kuptim ata ju mbështetën? Çfarë ju sugjeruan? Si na shpjegoni pak, është një histori shumë interesante. Mbasi u martova, pata 3 fëmijë rresht. Vajzën e linda mas 1 viti e gjysmë, pastaj mas 3 viteve linda vajzën e dytë, të mas 17 muaj djalin. Ishte një jetë sfiduese që nuk kisha kohë për libra, vetëm duke ju kushtu fëmijëve. E në atë kohë, duke ju kushtu fëmijëve, une u lidhsha me botën e librit. Tërë kohën mundohesha me ta mi shkollu, më fol, mi rrëfy shumë gjana që edhe unë kom pas ëndra dhe ju dhët me pas ëndra, ju jepsha si vizion për të ardhmen. Kështu, si thojnë anglisht step by step, hap pas hapi, unë vazhdova me fëmijë, pa ditur që ata do dalin suksesshëm. Po duke përmbush botën teme, e kisha përmbush edhe botën e fëmijëve të njëjtën kohë. Kështu fëmijët u rritën edhe u shkollun, edhe pasi që dolën shkollë të mesme vajza më doket, sa më kujtohet, merrni mundësia me vazhdu fakultetin. Edhe burri nuk hezitoj fare, ashtu edhe vjehra, më thoshte unë jam këtu, për çka do që jam, unë jam këtu. Edhe momentin kur unë u regjistrova në fakultetin, ndima veten disi të përmbushur, disi si e përfundova një mision që une nuk kam mujt me arrit me përfundu, pavarësisht që ishte fillimi. Çdo sfidë në studime më dokte e arritshme. Po si ishte ky rikthem, të lutem, në arsim, si e kujtoni? Sepse ka qenë një shkëputje goxha e madhe nga përfundimi i shkollës së mesme. Ka qenë një shkëputje lumje, po në vullnetin e fortë që ndron vlera e njeriut. Definitivisht. Në vullnetin, kur e ki vullnetin, ti arrin çdo gjë. Për mua nuk kishte limite. Kur ishte puna të studimit, nuk kishte limite. E kështu vazhdova studimet me përkrajet të fëmijëve tani, me përkrajet të familjes të burrit, edhe me përkrajet të burrit, që shumë mirë kam kalu në studime, kom arrit mi përfundu me sukses, edhe ndi veten shumë krenare që nuk jom ndalë. Edhe kom përmbush atë dëshirën e nënës time që e ka pas peng shkollimin. Çfarë ndjenje ishte kur përfunduat studimet edhe në një farë forme u përmbushët emocionalisht, apo edhe e kryet atë misionin edhe qëllimin që ja kishit dhënë vetes suaj? Mu dok si triumf, Lume. Taman si triumf. Po nëne nuk e kisha, se ajo kishte ndru jetë një vit para se me përfundu, po disi e ndjeja që ajo është edhe prej paraj se duke më shiku.
e ndjesha atë në atë mënyrë sa nuk u ndala heq. Nuk u ndala, fillova punën me njëherë, ju kushtova tani edhe fëmijëve të rrethit, edhe ju kushtova mësimdhënies që që ndina shumë e lumtur në këtë Nëna e drejtim. bashkëshortit, a e ka pritur këtë suksesin tuaj? Po, e ka pritur suksesin. Edhe si po, ndje ajo? nëna e bashkëshortit gjithmonë mburrej me mu lume. Çdo provim që unë e jepja një musafir sa do të arrinte ajo lajmin e parë që jepte për mu. Fitneti ka dhënë provimin, kemi fest, Fitneti ka dhënë provimin, edhe që ajo ndjenje saj, që a gëzimi saj, mu me jep të vullnet prap të eci për para. Po. Tani edhe dikush kisha edhe një aqë, që ka qenë veterani i arsimit, edhe ai Agja juaj, agja im, nga una e babit. Okej. Agja shumë ka dhonë për kraje. Avdi Rama i ka qenë mësus shumë i mirë edhe shumë i zotin drejtimin e ti, po dhe ai nuk pat fat shumë me jetu, ka vdeq edhe ai shumë ka dhënë mbështetje, më ka dhënë lume mbështetje të madhe për çdo gjë. Nga njëherë më thoshte, vajza jam, mos harro më tregu kur të jepsh provimin. Unë nga njëherë me punë, me fëmijë, me shtëpi, harroja me thirr mi tregu rezultatin. Po. Edhe më thirrte, çao bo, dëgjova që e ke dhënë provimin. Edhe po thash, po dia, e thesha, po dia. Se avdi thesha, po dia. O, thëjke sa jam i lumtur për ty. Të lutem, thëjke, mos të ndal. Po. Thëjke, të lutem, thëjke, mos të ndal. Se thëjke Zoti, thëjke, kur ta jep një drejtim, thëjke, ai edhe ta jep për krajen. Gjithsesi, gjatë studimeve keni bërë shumë përpjekje, keni mësuar, sepse kemi folur edhe, dhe më thonë, para se tani që jemi më në emision, si po e shihni ju përkushtimin e gjeneratave të reja sot në studime, në shkollim, dhe më thonë, ka të tillë që edhe normalisht përpiqen, por nga këndi juaj, nga optika juaj, si e shihni, apo e japin maksimumin e mundshëm? Lume unë si e vogël, disi ju mrit me bab jetim, që i ka vdek nana si ka qenë 9 vjeçar, pastaj nëna ime ka qenë e përmbushur me familjen, po çka ka qenë mungesë e saj, vetëm pengu i shkollimit. Kështu babi im më ka tregu gjithçka për jetën e tij, edhe duke pa në jetën e tij në vujtje, une disi kam fillu t'jem mirënjohëse ndaj gjanave që i kam. Edhe po e shoh se tritë sotëm, rinia sotëm, duhet të jenë ma mirënjohës me ato sene që i kanë, edhe ma mirënjohës ndaj atyre që ju japin mbështetje. Kjo është arsyeja. Edhe të jesh mirënjohës ndaj atyre që i ki për rreth, të jesh mirënjohës ndaj të mirave që i ki, atëherë besoj se do t'jesh edhe me i lumtur, besoj. Po sot kur vetëm e keni ditarin në dorë edhe dilni para nxënësve, çfarë ndjenja është? E kujtoni ditën e parë kur jeni punësuar, domethënë çka kërkojnë ata nga ju? Apo bëhet mjaftueshëm ndoshta me nxënës, se shpesh herë edhe po kritikojnë, jo nuk po kanë sa duhet, domethënë kujdes, nuk po janë të përkushtuar sa duhet. Si duhet të ju qasësh të rinjeve, domethënë që të kur të kuptojnë? marrim ditarin në dorë, ma merr menja çdo mesimdhënës se merr ditarin në dorë, besoj si nuk mune me fol fjalë negative për ta. Se ata hinë botën e fëmijës, mendojnë për fëmijë, unë po flas nga vetvetja. Momentin që nisem të shkoj në shkollë, harroj që do të marr rrogë, harroj që do të vje fundi muajit, të kem përfitime nga kjo punë, po vetëm mendoj me bo ma të mirën për ta. Me njëherë filloj të him botën e tyne, t'i kuptoj në mënyrën ma të mirë. Ata shumë emocionohen, e shoh gëzimin të këta, kur i kuptoj, kur nuk bëj dallime. Kjo është, për një mësimdhënës të mirë, është ma e mira
që me kuptu botën e të fëmisë. Po. Po shëtisim nga një etapë në tjetrën. Po. Tani të ndalemi pak prap tek nëna e bashkëshortit, tek vjera juaj, të cilën vetëm një monolog e keni edhe brenda librit Persefonia. Si që thuani ju, në jetë më erdhi edhe një kohë e vështirë, si që është sëmundja e vjerës. Që ka ndodhi? Pse e përjetuat aq rënd? Lume, ajo ka një gru, si të flasim në mënyrë tradicionale, u ka ngru burnore, u ka ngru e menqor, u ka ngru që ju ka nimu njerëzve, i ka nimu rrethit, shoqënis, i ka nimu familjes, edhe duke e pa menqurinë e saj, duke e pa vlerën e saj si nanë, duke e pa sfidat e saj që ka kalu jetë, qysh u ndapi familjes, qysh familja ka dalë në atë kohë ka shku në Shqipëri për me jetu sepse vllau ka ikë prej forcave serbe. Ajo ka mbetë e vetmume në Kosovë, vetëm me familjen e burrit, edhe pa e kthy kokën ka familja vet, atëherë jeta e saj e vështirë, sakrifica e saj, mu më ka shty që të shkruaj diçka për ta. Vujtjet e saj, mundi i saj, vlera e saj, mos të humbin ose mos të mbesin në heshtje, po të jenë në liber. Prej momentit kur ja kanë vrarë baben, se kom shkru poezin para monologut eci, deri të 3 pjesë të monologut, që është pjesa e parë e monologut, pjesa e dytë të monologut dhe pjesa e tretë të monologut. A e din Lume si ka qenë arsyeja që kom fillu me shkru? Ju më zgjur me mëngjes, edhe për dëgjoj disa zëra të fol. E hapa derën e saj, pa i thënë mërë mëngjes, doja të dija që po fliste. Edhe ajo ishte ullë dhe fliste me 2 fotografi. Fliste me fotografinë e vllaut edhe me fotografinë e nanës. Edhe kur dëgjova duke fol me ta, duke qa hallin e smundjes saj, me njëherë unë diva keq. Unë diva keq se me njëherë më shkoj mendja çka do me thonë nga një grua aq e fuqishme, nga një grua aq e zonja, nga një grua aq e mirë, të arrim deri në atë pikë sa smundja të lëndoj, si thot, shpirtërisht. Se nga njëherë e kupton të ku është, edhe e kupton të smundjen e saj, edhe kur e dëgjova biseden me nanën, edhe me vllain nëpërmjet fotografie, unë diva shumë e pikëllume në atë moment. Edhe fillova të flas me ta, edhe ajo u kthy në realitet, edhe foli me mu, fillua me kafe që i penin kafe të gjithë bashk, dhe shkoj kohë gjatë edhe ajo ndroi jetë, edhe mbasi ndroi jetë, asesi nuk e gjeja veten disi rahat, derisa më duke si kam një obligim moral për to se të bëj diçka për to. E kështu, duke fillu se shkruj, se unë gjithmonë kom shkru, kur e kom di veten diçka si jo mirë, i vetmi shërim që ka qenë shkrimi. Momentin kur kam shkru Lume, që atëherë jam shëru plotësisht shpirtërisht. Edhe mendova, thash, të filloj të shkruaj një libër, të përmbledhi poezit, po du të shkruaj diçka për vjerën time, diçka që edhe kur të lexon lexuesi, të sheh vujtjet e femnës, të sheh sakrificat e femnës, të sheh edhe botën si kanë jetu në bashkësi. Kur të shohim botën si kanë jetu në bashkësi, pavarësisht ndryshimeve që kemi si bojmë si shoqëni, ato i do t'jesin liber. Do me thonë, letërsia të sjellë edhe diçka nga historia. Kështu vazhdova dhe fillova monologun me pjesën e parë, ishin gjanat që
mu kanë kujtu për jetën e saj, se ajo gjithmonë i ka nda me mish, i ka nda me mu se ton kohën me mu ka jetu, edhe i ka nda me mu, edhe fillova. Kur e shkrova monologun e parë, ja dërgova redaktorit Agim Tesku, edhe e shikoj, tha Fitnete, tha shumë, po citoj fjalët e tina, tha shumë më mrekullova, tha me këtë punë tonë, tha po a do me lanë vetëm një pjesë, tha çka po thua, të vazhdoj edhe pjesën e dytë, sa ka vujtje, tha vazhdo, tha me këtë monolog. E kështu kanë fillu gjitha vujtje që ka ajo i ka tregu, i ka nda me mu, fillova me pjesën e dytë, ndërsa me pjesën e tretë lume vazhdova me rim. Thash, po e munodna se merrshim fjalët e vujtjeve i kthesha si në rim, edhe të del monologu pak më interesant edhe pak më ndryshe. Jeni përmbushur me këtë? Jam përmbushur, po nuk ka mendu vetëm të shkruaj këtë libër edhe të ndalem me kaq, po duke po pengun e grave që i kam për rreth. Është fjala për arsim. Pengun e tyne, ka mendu që të shkruaj edhe një libër, po ky libër mos t'jetë me poezi, por t'jetë si lloj interviste dhe t'jetë me rrëfimeve grave. Një pjesë e grave të forta që kanë arrit suksesin dhe pjesën tjetër grave që kanë pas peng shkollimi. Besoj që ky libër është ashtu siç edhe fola më herët, por më mirë se ju askush nuk mundet ta shpjegoj. Por edhe përmendet që tani do të vazhdoni të shkruani edhe një libër tjetër, që besoj që edhe ky do të jetë po aq i suksesshëm sa që do të jetë edhe ky libër. Mendoni ti përktheni? Po, këtë libër, me që është ky monologu edhe jeta e nënës së bashkëshortit tuaj është shumë interesante. Po, veç kam fillu me përkthy lume. Njëherë mendova se mas unë më se më thonë se gjuhës angleze, synonimet e letërsisë është bukur vështirë të përkthehen, po mundohem të gjej dikën që ta përkthej, po kam fillu edhe vetë ngadalë. Se a di se, po mendoj që ta përkthej dikush tjetër, po më duket po i hupa i shpirti poezisë. Edhe kështu dal nga dal, do mundohem të gjej dikën që përkthen mirë, po në të njëjtën kohë më ka mundohem edhe vetë. Thuja 3-4 poezi vetë sa i kam janë përkthyr, edhe tani do mundohem ta përkthej krejt. Nëse kam nevojë për ndihmë, do të kërkoj ndihmë të dikush që përkthen sinonimet letrare, po në fund nëse arri qëllimin që ta përkthej, do gjej edhe një redaktor të mirë, edhe në të ardhmen e afër besoj do dalë në gjuhën angleze, do tributohet në gjuhën angleze. Shumë bukur. Se po mendoj që edhe Amazoni e ka kërku, se kom dërgu në Amazon në gjuhën shqipe, po ma ka këtu email që libri duhet në gjuhën angleze. Po, se lexuesit të shumë t'i kanë anglisht falës. Po, gjuhën anglisht falës. Edhe titulli si titull është Tërheqës. Po, gjithsesi. Ashtu. Persefonia. Po, përse është tërheqës, se është një mit, është marrë nga mitologjia, nga mitologjia ku si Persefonia ka dalë nga errësira në dritë. E kjo është metaforë që gruaja shqiptare, pavarësisht që rrin në errësirë, pa dëgju qëllimet për arritje, ajo mundohet për shtëpi, po del në sipërfaqe, me arritje, del sipërfaqe me punë, duke i dhënë krah shtëpisë, duke i dhënë fuqi njerëzve të vet, vetëm t'i ndihmoj dhe të dalë sa më e fortë ka shijetës. Po jo, përkundër këtij rrugtimi të vështirë, si e shihni veten? Unë të triumfuar. E shoh veten të triumfuar. Se të them drejtën lume, kur mendoj ndërro bukur, se Zoti do t'jap edhe më bukur. Kjo është thonja ime, që unë harrova të ceku se unë edhe shkruaj thonje, tash jam duke e përgatit një kalendar me thonje,
Kam fillu janarin veç e kom përfundu me thanje, tash vje shkurti me thanjet e veta, edhe krejt kalendari për gjitha ditëve të vitit të ketë nga një thanje. E kështu nuk po rri rahat me shkrime, se Persefonia më shtyri, tash po filloj edhe me shkrime tjera. Hajde të lutem, edhe mua tani më bëri përshtypje ky kalendari, a ju kujtohet diçka, domethënë, të paktën në ndonjë ditë çfarë thënie keni vendosur? Është interesante, ha? Po, shumë interesante. Për shembull, i kum hulumtu aty në internet, kum gjetë ditë të festa. Për shembull, për 17 shkurtin, e kum shkru një thonje, për shembull për ditën e 17 shkurtit, për ditën e nanave. Për ditën e nanave e kam thonjen edhe në fillim të librit, po e kam thonje shumë të rëndësishme që shumë janë të kapshme edhe si shoqënimi lexu, për shembull, mundesh mi lexu në për lokale të ndryshme që kanë fillu, për shembull, me qit kalendaret në për tryeza. Edhe është ide shumë e mirë, këtë ide deshta me tregu se e ku marr nga agroni. Që e përshëndesim agronin. Shumë. Edhe tani kam thonje shumë interesante që për momentin nuk po më kujtohen, se mu më vinë shpirtërisht thonjet edhe i shkruaj. Aha, po, shumë bukur. Mirë, po më bëri përshtypje edhe prandaj pata dëshirë që të paktën sa do i vogël tjetë informacioni ta ndajmë së bashku. Që mu kujtu thonja 17 për ditën e dashurume, 14 shkurti për ditën e dashurume, është thonja përqafimet janë të bukura sepse tregojnë se je duke jetuar. Është thonja që mu kujtu për momentit, që si thonja që është edhe si mesazh, motivimi për jetën. Unë gjithsesi munduam lume të shkruaj thonje që motivuese ma shumë. Edhe në librin kur të lexosh, ki me pa që në fund çdo poezi e ki mesazhin motivues. Shumë bukur. Si do të donit të mbaheshit mend? Si një shkrimtare, mësimdhënëse, apo si një grua që nuk u dorëzua kurrë? Unë do të mbahesha mend si një grua që nuk u dorëzua kurrë. Ashtu do të bëhem. Edhe dëshiroj të bëhem mend si një grua përkrase ndaj grave, ndaj atyre që nuk kanë mujt mi arrit ato që kanë desht. Edhe misioni jam është prej ditës që kum shkru Persefonin, edhe ma parë që të kem një rrugë që të gjej mënyra që t'ju ndihmoj atyre. Atyre grave. Po, një mesazh për të rinjët? Mesazhi për të rinjët është të jenë sa ma shumë mirënjohës ndaj vlerave që i kanë, edhe çdo gjë që ka don ata për shembull të arrijnë në jetë, mos të hezitojnë, po të nisin edhe të kërkojnë mbështetje ndaj atyre njerëzve që besojnë. Edhe të mos dorëzohen asnjëherë. Edhe mos dorëzohen asnjëherë. Se dorëzimi është i trishtueshëm. Po, ashtu. Po. Unë vërtet u kënaqa me këtë bisedë sot, edhe normalisht që me atë që keni përjetuar edhe me rrugtimin tuaj, gjithsesi se do të na duheshin edhe më shumë minuta që të flasim, por ashtu si që thashun e dëgjuesve krejt në fillim, e gjithë biseda e jon edhe domethënë përgjigjet e tuaja ishin të mbushura me mesazhe. Kështu që unë po ju falenderoj jashtëzakonisht për kohën prap, edhe për gjitha këto mesazhe motivuese, sepse kjo ishte një bisedë edhe më e thellë se sa që ndoshta neve tani e mendojmë kur ta dëgjojnë të rinjët, edhe që sot po ndodh gjithçka, domethënë do të marrin mesazhe shumë motivuese, edhe domethënë do t'i qetë në një rrugë të drejtë kjo biseda jon, shumë shpresoj. Lume, mesazhi ma i rëndësishëm që muj me dhanë për vajzat e reja është që mos të friksohen me kriju familje,
se çdo shtëpi e re, çdo familje e re është bekim për to. Mos jetën e re të marrin si bekim. E jo për shembull po shkojnë shtëpi të huaj, po krijojnë një jetë të re, nuk është shtëpi e huaj. Njerëzit që janë aty do të më konsideru me plot respekt edhe me plot mirënjohje ndaj njëri tjetrit. Faleminderit shumë. Shumë faleminderit. Unë po të uroj shumë suksese edhe me krijimet e tjera, edhe besoj se ne do të takohemi sërish me librin e radhës. Faleminderit, po punoj në atë drejtim, edhe jam shumë e gëzuar që jam pjesë e këtij emisionit juve, edhe të falenderoj prap për ftesën edhe për pritjen.